Të mbetemi tek zhvillimet në Kosovë, me mua është bashkuar në studio analisti Mustafa Nano. Zoti Nano, faleminderit që jeni këtu. Mbrëma. Kemi një krizë të konfirmuar në Kosovë që më gjas do të zgjidhet me zgjedhje të reja. Një krizë e çuditshme, duhet thënë? Si e shikoni ju? E çuditshme, nuk mendoj që ka kriza politike të çuditshme, po kjo ishte e papritur, e pamenduar. Edhe nuk kishte arsye, sidomos për gjendjen në Kosovë. Situata të tilla mund të verifikohen në vende të tjera, gjë vende normale, që kanë shtetin e tyre, dhe që nuk kanë sfidat e Kosovës. Por në Kosovë, politika kosovare duhet përpiqet që krizat të tilla ti menjanojë, ti evitojë në mënyrë që të mos krijojë idenë matan Kosovës, apo në Europë, apo në perëndim, që shqiptarët e Kosovës, dhe Kosova në përgjithësi, është e paaft për të vetë qeverisur. Shikoni, kjo mund duket si një narrativ kështu, për tace që mund ta bëjmë tani këtu, me ide që ky rrezik nuk ekziston në Kosovë, por ka kombe të tjerë që janë penalizuar thjesht nga imazhi që kanë përcjellë nëpër botë, lidhur me aftësinë apo pa aftësinë e tyre për të qeverisur, siç janë palestinezët fjalë. Drama e madhe e palestinezëve është thjesht një parantezë, nuk do të thotë. Drama e madhe e palestinezëve lidhet përveç të tjerash me paaftësinë e tyre, apo me perceptimin botëror mbi paaftësinë e tyre për të vetë qeverisur. Sa herë që edhe kur zgjedhin njeriu e gabuar, zgjedhin, le të themi, Hamasin. Kthehemi mbrapsht tani. Për të ardhur Kosova, në fakt Kosova duhet të përpiqet të mos ta përcjellë këtë mesazhin. Ajo është në fillimet e veta, duhet të japi prova vazhdimisht. Është një shtet në provë, nuk është si Shqipëria, që ka qenë ca vjet që ekziston, apo shtetet e tjera të Ballkanit, lëri pastaj shtetet e tjera të Europës. Është një shtet që është në provë, dhe njeriu që është në provë, çdo hap e hedh me kujdes. Dhe ky duhet të jetë, si thua, mesazhi që duhet të përcjellet klasën politike në Kosovë. Jeni në provë, bëni kujdes. Mendoni që ka një përgjigjes për këtë që ndodhi dhe si mund të reflektohet kjo në zgjedhjet e reja? Unë mendoj që ai personi që është in charge, do të them që është në komandë të gjërave, që ka timorën e gjërave, ai është gjithmonë përgjegjës kur ka kriza, sepse ai duhet të luajë të gjitha gurët e mundshëm në mënyrë që krizën ta shmangë, sepse ndodh kjo që po ndodh edhe këtu. Po penalizojmë atë, po ka shumë tjerë që bëjnë një gjë, kam përshtypjen shumica, penalizojnë Albin Kurtin. Ai duhet ta shmangte, ai është përgjegjës edhe për muaj të tërë negociata të vazhdueshme, përse për të zgjedhur një Benjaminin e vet në krye të kuvendit. Pra ishte një kohë e harxuar e çuar dëm, një energji e harxuar dëm, muaj të tërë që u humbën, edhe një spektakël i papëlqyeshëm për të gjithë ne të tjerë që jemi jashtë Kosovës, por përsëri gjithmonë, për ata që kanë në dorë, le të themi, integrimin e Kosovës në strukturat botërore, apo edhe në Kombet e Bashkuara. Pra, ky lloj spektakli duhej shmangur. Albin Kurti nuk bëri asnjë përpjekje për ta shmangur. Edhe nëse bëjmë dakord që nuk ishte ai që e provokoi, ai nuk bëri asnjë përpjekje për ta shmangur. Dhe kemi ardhur në situatën ku ai megjithëse ka dalë forcë e parë, megjithëse ka gati 50 vota, ka 48 antar ka vetëmendosjen në parlament. Pra i duheshin edhe 12-13 vota, një lider, le të themi, i kujdesshëm, që ditë komunikoj, që ditë toleroj, që përcjell mesazhet e tjerë dhe të forcat e tjera që unë jam njeri i konsensusit, jam njeri i negociatave, nuk do ta kishte zor të gjente 13 vota në parlament për qeverisur. Kjo nuk i gjeti dot. Pra i ka krijuar një mur midis vetes vetë, klasën politike kosovare dhe gjithë pjesës tjetër. Gjithë pjesa tjetër nuk shef asnjë arsye që bashkëpunojë me Albin Kurtin. Që të gjithë po thonë, ne është e kohë që presidenti na thresë në takime, negociata, sepse e kemi të qartë problemin, e kemi vendosur të punë me Albin Kurtin, ne nuk qeverisim. Në këtë kuptim pra mendoj që Albin Kurti këto gjëra duhet i kishte futur në sap, në llogari, dhe duhet të kishte ndërmarrë veprimet e duhura. Nuk e bëri. Jo mendoni se në Tiranë po shpresohet tek rrëzimi i Kurtit apo po punohet për këtë gjë? Pyes nisur nga një armiqësi gati e personalizuar mes dy kryeministrave, Ramës dhe Kurtit. Nuk e di, nuk kam gjë, nuk e besoj. Ndoshta punohet, mund punojë ndonjëri, ndonjë anti-Albin kurtist, si mund të quajmë. Por nuk besoj se ka një strategji të majorancës apo të qeverisë apo të Edi Ramës për të arzuar Albin Kurtin. Edi Rama
nuk e ka qef Albin Kurtin, kjo nuk është sekret për asnjë, edhe në asjella është e vërtet, Albin Kurti nuk e ka qef Edi Ramën, por nuk besoj se njëri apo tjetri punojnë për të rrëzuar njëri tjetrin, sepse nuk e ka në dorë. Edi Rama nuk e ka në dorë, Edi Rama ka në dorë të punojë, për aty nuk ka shumë dorë për si thua, për ta materializuar përpjekjen, por ka në dorë të punojë që Hashim Thaçi të dalin nga burgu. Po kjo s'është dorë e Edi Ramës, ai mund të shfrytëzojë gjitha kontaktet e veta, nuk e di, ka linjë, ndoshta ka linja të nëndheshme që lidhen me gjykatën e Hagës, po spekuloj tani, vetëm këtë mund të bëjë Edi Rama për të rrëzuar Albin Kurtin. Në mënyra tjera ai nuk ka bërë, që është e vërteta, ai nuk është përfshirë qartazi dhe haptazi në mënyrë spektakolare në politikën e Kosovës, siç ka bërë Albin Kurti në krye të hera, sepse më mbrapa pastaj hoqi dorë, me të fituar zgjedhjet ai dërgoi detashmentet e veta në Tiranë për të marrë pjesë në zgjedhjet e Shqipërisë dhe vetvendosje, që ishte një nonsens, një marrëzi, edhe me siguri ai është penduar. Pra, unë e di që nëse rrëzohet Edi Rama, Albin Kurti, Edi Rama nuk është se do të vajtojë atë gjë. Por nuk mendoj që do shtrojë gostie. E kuptoj. Edhe një gjë mund të them edhe për ta nasjetën. Marrëdhëniet e tyre janë vështira, kjo është e qartë, ata ndoshta në themel të kësaj le të themi, të këtij mospajtimi, janë ambicet e tyre, që janë të mëdhaja të dyve, edhe ka një lloj xhelozie për këtë. Po për shumë arsye ka Albin Kurti, sepse është në një pozitë më të vështirë sot. Edi Rama është në mandatin e 4, dhe në mandatin e 4 dhe i ka marrë më shumë se sa ka marrë mandatin e parë, pra në terma politikë është shumë i fuqishëm, edhe nuk është se i shkon mendja ndokujt të rrëzojë nga jashtë, por aq më pak Albin Kurtit. Zgjedhja ka edhe në Tiranë, por lokale. Sot, zoti Rama është marrë me kandidatin e Partisë Demokratike për të ardhur tek politika në vend, aktorin Binaj, për cilin tha se është i humbur dhe se imitonte atë. Ka një shqetësim mendoni ju përderisa zoti Rama po merret me kandidatin në fjalë? Nuk besoj se ka shqetësim. Unë nuk e shoh që nuk shoh ndonjë rrezik që PD-ja le të themi të bëjë në të pa bërë në këto zgjedhje, sepse e shoh të demotivuar, nuk ka të bëjë fare me Florian Binaj, që është kandidati i pavarur. Nuk ka të bëjë me aktorin, po ka të bëjë me gjendjen në partinë më të rëndësishme të opozitës që mbështet Florianin. Edhe aty gjërat janë edhe aty është një shfaqje që po jepet dhe ne të gjitha shohim nga jashtë edhe situatë shumë demoralizuese. Lexoj një shkrim që bëhet për të, le të themi, për ta fshehur, për ta maskuar këtë situatë, apo një shkrim kritik ndaj atyre që e theksojnë këtë situatë, po ajo situatë nuk është se po theksohet, ajo është qartë asgjë, janë që të gjithë të demotivuar. Në këtë kuptim nuk shoh ndonjë shans për Florian Binaj, nëse ai nëse partia kryesore e opozitës që mbështet atë, është një situatë që si kjo që është, nuk shoh asnjë shans për Florian Binaj, vjen keq. Ka gjetë momentin e gabuar për të kandiduar. Ka shumë zëra që e shohin situatën aktuale si pasojë e një blokazhi që ka ardhur nga qenia e Berishës në një krah. Ramës në krahun tjetër që janë aty pavarësisht diskreditimit të plots. A ka vdekur demokracia shqiptare, si mendoni ju? Dhe a jetojmë ne në një sistemin, po themi në sistemin e dy individëve dhe tribuve të tyre politike? Jo, në të majtën, një nga gjërat që kam pëlqyer në të majtën është që ka pas mas vitet 90 disa udhëheqës. Duke përshtuar 20 vitet e fundit është Edi Rama, që mund e shoh një kombinim Edi Ramën të Sali Berishës me Fatos Nanën, për cilin ka marrë vesh që është dhe i smur, dhe jurojmë shërim të shpejt në studia e lajmeve tuaja. Po. Kështu që është situata pak më ndryshe në PS, dhe unë mendoj që nëse PS vjen një moment dhe humbet, unë nuk shoh asnjë gjasë që Edi Rama të këmbgulit të rri akoma aty. Ai me njëherë do bëj me një anë. Pra kjo e bën ndryshe situatën aty. Në anën tjetër kemi vetëm një person pastaj që ai ka pas kundër, ka pas Fatos Nanën, ka pas Paneli Majkën, ka pas Ilir Metën, ka pas Edi Ramën, edhe me të gjithë ka krijuar një lloj konflikti shumë të fortë. Në këtë kuptim të shkon mendja që fajin e ka ky që është i palëvizshëm nga ana tjetër. Por sidoqoftë, Edi Rama është një lider i fortë, është një lider absolut sot,
Dhe kjo është në dëm të demokracisë, unë jam dakord me gjithë ata që mendojnë që në termat të demokracisë vendi jonë Shqipëria ka probleme në këtë moment, dhe një pjesë e madhe e përgjegjësisë lidhet padyshim me kryeministin Rama. Fakti që të gjitha pushtetet janë në dorën e tij, ndoshta një pjesë ai nuk është se i ka lakmuar dhe i ka rënë në dorë, po janë të gjitha në dorë të ati, kjo është një gjë që është një indikacion i një krizë në planin demokratik të vendit. Këtu njerëzit nuk shqetësohen, sepse kanë me sa duket shqetësime dhe përparësi tjera, edhe votuesit vetë, edhe nuk e di, një pjesë e madhe ndoshta thonë më mirë Rama se sa na vije ai tjetri, po këta ndoshta janë dhe shumë, nuk janë dhe pak, edhe nuk e se kanë sensibilitete demokratike, nuk e se shqetësojnë shumë, o na i mori gjitha në dorë ky. Le t'i mbajnë, thonë, se kjo është dhe piguria le themi shoqërisë në planin demokratik. Por është një situatë, me thënë drejtën, është demokratikisht, është situatë problematike. Ju duket pak paradoksale kjo situatë tani që Evropa do të na marrë brenda? Këtu unë nuk besoj se ka pasur një strategji për të ardhur te kjo situatë. Kjo situatë, si thua, është finale një procesi që ka ndodhur. E një degenerimi politik që ka ndodhur, në opozitë për shkak të faktit që aty është njëri që s'do me u shkull, dhe në krahun tjetër për shkak të korrupsionit që është finalizuar me arrestime, me padirat shumëta, me njerëz të rëndësishëm, po flitet për një person tjetër të rëndësishëm tani, për zonjën, ka një padinë ndaj zonjës Balluku. Megjithatë, pra ndodhen gjithë këto gjëra dhe duket që balanca politike nuk ndikohet, nuk afektohet fare nga ato gjëra. Pra, elektorati është i ngrirë në pozicionet e veta dhe këtu duhet vetëm një gjë, duhet një forcë e re opozitare, por këta djemtë e rinj që kanë dalë, që fillimisht patën një lloj shërbyen si një shkëndi, këto nuk e di, doli që nuk janë ato që shqiptarët presin, duhet një forcë e re opozitare që ta shkundin mirë këtë vend, kupton? Kanë dalë gjithmonë forcat e reja opozitare në vendet e tjera. Në Shqipëri nuk po del asnjë grup i fortë opozitar, asnjë lider i fortë, le themi i ri, që të ketë kredibilitet, që të ketë karizëm, që të ketë një lloj programi, që të ketë një lloj origjine po doni edhe të fisme, që të ketë një lloj backgroundi profesional edhe intelektual të mirë. Nuk po del asnjëri i tillë. Unë jam i sigurt që nëse del njëri dhe një grup rreth tij që kanë kredencialet e mira dhe që kanë biografinë e mirë në planin që nuk kanë të përzirë me afera, me korrupsion, kjo zhurma e madhe që bëhet në Shqipëri, ata mund ta shkundin, mund t'i tregojnë vendin gjithë klasë politike. Nëse del. Ndërkohë dua ndalem në një pyetje tjetër. Incidentin me imamin Horsein si e shihni? Çfarë kuptimi ka ndalimi një 85 vjeçari që predikon privatisht? Ne kemi dhe një intervistë të cilën do të ndjekim në fund të edicionit dhe ndër të tjera i thot se nuk i është dhënë asnjë arsye. Pse është ndaluar? E dini ju që ai do vinte në programin tim. Mua më morën në telefon disa muslimanë që e presin këtu. Unë nuk e njihja këtë persone dhe më thanë që ata donin, nuk e di, nëse donin këta apo donte ai vetë, donte të vinte te programi im dhe unë e mirëprita idenë sepse më pëlqen të diskutoj me njerëz që përfaqësojnë ato që përfaqëson ky imami në studio. Unë kam provuar të bëj debate edhe me imam të tjerë shqiptar. Por një imam i huaj do ishte interesante dhe mezi bëj prisje. Pastaj më erdhi lajmi që e kanë arrestuar në Rinës. Po. Nuk e di, me thënë drejtën, nuk e kam ndjekur mirë, më thonë që, ose të paktën kjo është që kam dëgjuar unë edhe nga media, që e kanë arrestuar sepse ka një urdhër amerikan, amerikanët e kanë futur në një listë të tyre, si person, le themi, non grata, për përdojnë një term shumë familjarë për shqiptarët, pa dëshiruar, edhe qeveria shqiptare s'ua ka prishur. Qeveria shqiptare nuk besoj se ka ndonjë gjë me këtë Robin, sepse ky është në Trinidad Tobago, më thonë mua. Ky është ekstremist, ky ka ca ide, le themi që janë radikale, në një ide që është dhe e çmendur, por jemi të lirë, Shqipëria është një vend i lirë dhe njerëzit i shprehin idetë e tyre.
Në këtë kuptim, unë do të doja në studio, jo për të përdora i studion time se një platformë, Ju kuptoj. por në mënyrë që unë t'isha aty dhe t'i thoja që jeve mendimin tim që këtu se ke mirë, këtu se ke mirë, këtu se ke mirë. E për këtë doja në studio. Besoj që kjo është, Amerikanët i kanë kërkuar qeverisë shqiptare që këtë person mos ta lejojnë të futet në kufirin shqiptar dhe qeveria shqiptare ka thënë okej. Nuk besoj se ka ndonjë arsye tjetër. E kuptoj. Faleminderit zotin Aroj që ishit në studio. Faleminderit juve.